E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, në fakt kjo që do ta ndaj me ju është e pazakontë. E di që do të befasoheni ju, e di që në fakt do të mahniteni ju nga kjo që do të dëgjoni, do të shikoni, por më besoni, është e paimagjinueshme kjo gjë që i ka ndodhur një gruas shqiptare në Zvicër. Ju keni parë një fotografi, do me thënë një thumbnail. Kjo grua tregon që në një shitore në Zvicër është shitur një këmbë njeriu dhe e ka fotografuar dhe ma ka nisur mua që ta ndaj me të gjithë ndjekësit dhe të gjithë shqiptarët. Jam një grua shqiptare, thot, që jetoj në Zvicër prej më shumë se një dekade. Kam ardhur këtu me shpresën për një jetë më të qetë, të rregullt, larg frikës, larg errësirës që e lash pas në vendin tim. Zvicra për mua ka qenë gjithmonë simboli sigurisë, ligjit, rendit, një vend ku gjërat e këqija nuk ndodhin, thot, ose të paktën unë kështu e besoja. Por ajo ditë ma theu këtë bindjen që unë kisha për gjithmonë. Ishte një ditë e zakonshme. Asgjë nuk paralajmëronte të merin. Hyra në një shitore mishi, një dyqan i zakonshëm, i ndriçuar fort, i pastër në dukje, po kërkoja diçka për drek. Asnjë gjë më shumë. Asnjë gjë në fakt të jashtëzakonshme. Do të thënë, ka shkuar në këtë shitore, ka dashur që të blen ushqim, ka dashur që të blen mish të gatuan drekën. Por sytë e mi u ndalën me një herë te krafti i mishrave. Dhe aty diçka nuk ishte në fakt siç duhej, thot. Në fillim mendova se ishte lodhje, se po imagjinoja këtë gjën. Por sa më shumë shikoja, aq më shumë trupi më ftohej. Ajo që unë e pash, thot, nuk më dukej si mish i zakonshëm. Forma, struktura, nyjet, diçka, thot, ishte gabim. Shumë gabim. Mu duken sikur të ishin këmbë njeriu. Zemra filloi që të më rihte tepër fort. Duart më dridheshin, u afrova edhe bëra edhe një hap. Por këmbët nuk më mbanin në asnjë mënyrë. Mendja më thoshte, jo, kjo gjë është e pamundur. Je në Zvicër. Kjo nuk mund të ndodhë në asnjë mënyrë. Por shpirti im bërtiste ndryshe. Ajo pamje më ngriu krejtësisht gjakun. Më erdhën ndërmend të lajme të errta. Histori që i kisha dëgjuar vetëm nëpër filma apo rrëfime konspirative. Por tani nuk isha para një ekrani. Isha aty, përballë asaj gjëje. Nxora telefonin me duart që më dridheshin. Bëra një foto, jo për sensacion, jo për fam, por sepse e ndjeva se askush nuk do të më besonte. As vetja ime nuk po më besonte realisht. Dola nga dyqani si e dehur. Ajri jashtë nuk më ndihmonte fare. Fryma më merrej, mendja më shkonte vetëm në një pyetje. Po sikur kjo që unë e pash të ishte e vërtet. Po sikur bota që mendojmë se është e sigurt, të fshehë errësira që në fakt ne nuk duam t'i shohim. Atë natë nuk fjeta fare. Mbyllja sytë dhe shikoja sërish pikërisht atë raft. Shikoja format,
shikoja ngjyrat. Shikoja veten time duke u dridhur. Dhe më e keqja, fillova që të dyshoja në gjithçka. Që nga ajo ditë nuk jam më e njëjta. Kur hy në dyqane shikoj ndryshe. Kur shoh mish më vjen për të vjell. Kur shoh njerëz në rrugë mendoj, a e dim ne vërtet çfarë ndodh pas perdeve të shoqërisë moderne? Nuk po them se kam prova, nuk po them se e di të vërtetën, kam vetëm një foto. Po them di diçka më shumë të fortë. Ajo që pash më shkatroi krejtësisht ndjenjën të qenurit njeri. Kam frikë të flas publikisht, kam frikë të përmend emra, kam frikë sepse jetoj këtu, sepse jam vetëm një grua e huaj në një vend të madh, të fortë, ku fjala e një emigranteje shpesh nuk vlen në asnjë gjë. Prandaj po shkruaj kështu, prandaj po e tregoj si rrëfim, jo për të akuzuar, por për të pyetur. Po sikur jo gjithçka të jetë ashtu siç duket. Po sikur disa të vërteta të jenë shumë të rënda për t'u pranuar. Kjo histori në fakt nuk kërkon gjykim, kërkon reflektim, sepse ndonjëherë tmerri më i madh nuk është ajo që di, por ajo që dyshon në fakt se ke parë. Këto ishin fjalët të shkruara nga kjo grua, e cila do me thënë ka përzgjedhur që një ditë prej ditësh të shkon në shitoren afër apartamentit ku jeton, sepse unë edhe fola me zonjën në fjalë, ka dashur do me thënë të blen mish. Dhe aty te mishtoria ka parë një gjë të çuditshme, një gjë tmerruese që në fakt e ka shokuar pafund. Dhe normal, vet instinkti e ka detyruar që më njëherë të bën një fotografi që ajo në fakt të jetë e sigurt në vete, apo më bëjnë syt mua, apo ndodh në të vërtet, nuk e di çfarë po bëhet. Dhe këtë fotografin, ajo e ka ndarë edhe në rrjetet sociale, do të thënë ekziston nëpër TikTok diku, po ma ka sjell edhe mua me rrëfim sepse ndoshta është një mesazh për të gjithë njerëzit. Unë them që jetojmë në ditë ku teknologjia ka ecur shumë dhe ne nuk e dim edhe me çfarë ushqehemi, ka shumë sëmundje, ka shumë viroza, pothuajse 90% të botës janë gjithë të smur dhe kjo është realisht shqetësuese. Unë prandaj dhe preferova që ta ndaj, është e neveritshme, por preferova që ta ndaj për t'i ndihmuar edhe të gjithë publikut shqiptar që jetojnë nëpër diasporë, që në fakt të kenë kujdes me atë se çfarë preferojnë që të ndajnë në tryezat e tyre.